Rikthehemi drejt për drejt pas hapësirës publicitare. Një ndër avokatët e zotit Berisha, pikërisht Klodiana Gjyzari, ka dhënë një deklarat për mediat në hyrjen e SPAK. Do ta ndjekim tani. 15 në rast se është një fakt i vërtet, duhet deklarojë dhe e bën gjykatën jo të krijuar me ligj. Zoja Gjyzari do ta paraqisni ditën e sotme apo e keni paraqitur këtë dokument dhe çfarë do të Sot është votuar dokumenti, siç e keni parë dhe ju. Në gjykatë ditën e sotme Do konsultohemi me ka vlerë për seancën e sotme, do konsultohemi, unë jam një avokate, ndër disa avokatë, do konsultohemi me njëri tjetrin, sepse është një rrethanë, siç edhe ju e keni vënë dokumentin pa datën 2 maj. Sot është data 5 maj. Por është një rrethanë që njihej publikisht, nuk është hetuar nga organet e ngarkuara me ligj në lidhje me ekzistencën ose jo vërtetësinë apo jo të këtij dokumenti, është siguruar në përputhje me ligjin nga një palë i cili cënohej nga vendimet gjyqësore dhe do përdoret në ato forma që parashikon ligji. Sot do ta përdorni vetëm për zotin Berisha këtë dokument? Apo për zotin Beleri dhe çështjet së pari, ky dokument është siguruar nëpërmjet kërkesave administrative në përputhje me ligjin, sepse çdo gjyqtar në momentin që ka dalë ligji për dekriminalizimin e heq dorë nga privatësia. Që të keni parasysh një gjë. Pra nuk përbën një informacion privat, gjendja gjyqësore e gjyqtarit. Prej kohës që qarkullonte dhe përfitet në media, të lutem. Një informacion të tillë. Pse doli pikërisht tani? Nuk doli tani, ka dalë vitin e kaluar. A janë në dieni? Se nuk e keni paraqitur këtë dokument. Të lutem. A janë në dieni institucionet të tjera drejtësisë ILD, KLG dhe institucionet që kanë kompetencë? Secili bën detyrën e vet. Organet ligjore kanë detyrën e tyre për të kryer brenda 15 ditëve nga dita që kanë ardhur nga momenti që kanë ardhur në dieni botimi në gazetë vitin e kaluar, kishin 15 ditë kohë për ta verifikuar nëse kanë kryer apo jo procedurën pjesë institucionet e tjera. Jeni në dieni, ju kanë vënë ju në dieni, keni kërkuar informacion çfarë kanë bërë këto institucione, përfshirë prokurorinë e përgjithshme që ka patur letër porosi për palën. Ju pse s'pyesni institucion, po m'pyesni mua. Nuk kemi patur asgjë. Zoja Gjyzari, çfarë kërkesash do të bëni ditën e sotme? Fillon seanca gjyqësore. Do konsultohemi me avokatët edhe pas seancës gjyqësore do meni. Zonë Gjyzari, një pyetje të fundit, nëse procesi ta bëjmë ata. Ne do bëjmë kërkesa procedurale për të garantuar një proces të rregullt ligjor. Brenda në proces do t'i merrni vesh pas seancës. Zonë Gjyzari, nëse dokumenti që është bërë publik nga zoti Berisha rezulton të jetë eksakt i vërtetë, çfarë do thotë? Është me apostill, të lutem. Okej, po provohet zyrtarisht, mund ta themi kështu. Çfarë do të thotë për procesin që ka zhvilluar? E ka thënë gjykata e Strasburgut çfarë do të thotë. Nuk është një gjykatë e krijuar me ligj. Kështu ka thënë gjykata e Strasburgut në rastin Cani kundër Shqipërisë, jo në raste të tjera. Në rastin Cani kundër Shqipërisë ka thënë në rast se shkaku për të cilin një gjyqtar nuk duhet ishte gjyqtar ka ekzistuar që në momentin që ai është emëruar në atë post, kjo është përbën gjykatë jo të krijuar me ligj, nuk është mendimi im, është mendimi i gjykatës së Strasburgut. Si përfundoi në duart tuaja ky vendim? Në ç'kuptim në duart e mia? Nga administruat. Ja, siç edhe u shpjegova, çdo shtetas i cili ka pretendime për një gjykatë jo të krijuar me ligj ka të drejtë të marrë informacion. Ky nuk është informacion privat. Sepse gjyqtarët heqin dorë nga privatësia në momentin që janë gjyqtar. Sipas ligjit për dekriminalizimin, paragrafi i fundit i formularit të dekriminalizimit thuhet: heq dorë nga e drejta e jetës private. Me kërkesa administrative, zoti Beleri ka marrë nga institucionet përkatëse pasi erdhi në dieni nga gazetat, ka ndjekur një procedurë administrative dhe e ka marrë përputhje me ligjin. Po kjo nuk është një fakt që nuk dihet që është siguruar nga zoti Beleri. Faleminderit. Sepse kam thënë 3 herë deri tani. Faleminderit.